Përveç këtij aspekti sa i përket çështjes së sigurisë, a mendoni se me këtë ngjarje edhe vetë sistemi i drejtësisë do të rrisë më tej efikasitetin, por edhe dhënien e drejtësisë ashtu siç duhet të jetë drejtësia ku ligji presupozohet që të jetë i barabartë për gjithë? Kjo dofta do ta ndërgjegjësoj dhe trupën gjykuese për të gjykuar më me objektivitet dhe me një efikasitet më të mirë të gjitha seancat gjyqësore dhe për të vlerësuar drejtësinë ashtu siç ne e kemi ndëruar për gati 35 vjet. E them këtë sepse me këtë ngjarje besoj se edhe shteti do të shkundet për të hapur dhe gjykatat për të pasur një dinamik tjetër për sa i përket të zhvillimit të proceseve gjyqësore me qëllim që mos kemi më kohë të humbur, sepse nëse unë e marr një vendim gjyqësor mbas 30 vjetësh kuptohet se çfarë vlere ka ai vendim gjyqësor, kur ndofta një brez i atyre që e kanë filluar këtë proces gjyqësor ka ndruar jetë. Pra, do të thotë që kjo duhet jetë një kampanë alarmi për të gjithë sistemin e drejtësisë dhe për Këshillin e Lartë Prokurorisë, për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe për Inspektorin e Lartë Drejtësisë, ashtu siç duhet jetë një kampanë alarmi dhe për Ministrinë e Drejtësisë, për të bërë një projekt dhe për të hapur të gjitha gjykatat e përrethe, për të zhvilluar një proces gjyqësor të shpejtë, dinamik dhe për të marrë qytetari vendimin dhe për të marrë drejtësinë ashtu siç e meriton, po jo në për disa gjykata që të vjen dot kur futesh. Kjo pasaj sjell edhe pasojat e tjera. Pra, unë them që nëse do të bëhet një analizë mirëfill si pasojë e kësaj ngjarje, do të thotë që kemi mësuar diçka. Nëse do të mbetemi përsëri ashtu siç kam ndjekur dhe disa emisione televizive që të gjithë përtasin që jo mungesë sigurisë këtu dhe do të bëhet kurban dikush nesër që do futet në burg sepse nuk punoi detektori atje, nuk punoi aparatura, do të mbetemi vetëm në kuadrin e fjalëve dhe nuk do të vendosim gishtin atje ku duhet ke plaga që na dhën për të ndërtuar pallatin e drejtësisë ashtu siç duhet dhe siç e meriton ky popull i vuajtur nëse kërkojmë që të futemi në Bashkimin Evropian. Zoti Mullaraj, autori i kësaj ngjarje ka rrëfyer se ai ka pasur mblef dhe kur ka dëgjuar vendimin që ka dhënë gjyqtari Astrid Kalaja nuk ka duruar më dhe ka qelluar mbi të. Çfarë është ky mblef kaq i madh i po themi i mbledhur te qytetarët shqiptar, të cilën e kemi parë edhe nëpër komentet në rrjetet sociale kundrejt sistemit të drejtësisë? A është i legjitimuar ky mblef apo kemi të bëjmë me qytetarë të frustruar duke qenë se drejtësia i ka zvarritur për vite e vite të tëra? Atëre, mlefi për çështjen e pronës është një mlef i akumuluar, me të drejtë ju e ngrini, pyetjen është një mlef i akumuluar ndër vite dhe ky mlef ka filluar që në vitet 93 kur që me atë shprehje që u ngrit atëre që ish pronar. Nuk ka pasur ish pronar në Shqipëri. Në Shqipëri ka pasur pronar të lishëm dhe ata që e vodhën pronën hajdutët, për thënë më mirë që ja u vodhën pronën shqiptarëve. Ligji më famkeq që ishte në Shqipëri ishte ligji 7501, i cili ja u dha tokën atyre që nuk e meritonin ta merrshin atë tokë dhe i la pronarët rrugëve dhe aty filloi kalvari i vuajtjeve të familjeve të mira, të cilët kishin investuar për këtë Shqipëri, por sistemi i kaluar i kishte ndaluar dhe i kishte masakruar. Çështja e pronës akoma nuk ka vajtur në vend për 1001 arsye, sepse vetë gjykatat, kur futesh në një gjykat për një proces pronësie, do të thotë do llogarisësh 20 deri 25 vjet. Pa u futur pastaj që sa do marrësh, do ta marrësh të gjithë atë që pretendon, do marrësh gjysmën apo s'do marrësh gjë dhe do presësh edhe një kompensim i cili dhe ai kur të dali, pastaj dhe ai do dali me këste dhe nuk merr, do të thotë në fund fare del përsëri i zhgënjur dhe nga ky sistem për sa i përket çështjes pronësisë. Ai qytetari ishte mbledhur me mblefin sepse në bazë të ligjit ai e kishte blerë ato objekte ashtu siç pretendoi në
xhaxhallarët e tij dhe i kishte thënë shtetit që mi largo këto familjet pastreja dhe mi fut diku tjetër, sepse ky objekt është objekti im që e kam bler me një ankam të zhvilluar në qytetin e Gjirokastës, ku ishte paguar edhe gjithë detyrimi për blerjen e këtij objekti. Bashkia mund të bënte çfarë të donte, por nuk mund të fuse në një pronë private, të fuse familjet e pastreja. Kjo ishte shkelja e parë që tregon se sa respekt kemi ne për pronën private. Nuk mund të fusi shteti në pronën private timen 1/3, sepse nëse e fut 1/3 në pronën time private, do të thotë që do të krijojë një konflikt. Dhe për këtë konflikt pastaj nuk do ryn askush, derisa presim që të ketë një ngjarje dhe humbje jete. Në atë moment pastaj vjen në lëvizje disa mekanizma, siç është prokuroria, siç është policia, arrestojnë personin që ka kryer ngjarjen dhe pastaj fillojnë bëjnë një analizë të sipërfaqshme dhe në fund fare pastaj jeta vazhdon përsëri të nesërmen, por me një ritëm tjetër, dhe këtu kemi vetëm humbje jetësh, nuk kemi edukim të presave, kemi vjedhje të pronave, sepse po të shikojmë të tre drejtoritë siç janë Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, siç kemi, sepse shteti ngriti dhe një drejtori të aluizmit dhe legalizimit, e cila ishte një drejtori shumë famkeqe që legalizonte pronën e vjedhur të 1/3, pra një qytetar vjedhte pronën e pronarit, bënte një ndërtesë atje dhe e legalizonte shteti me ato ligjet e veta, ashtu siç kemi dhe ASHK-n sot, Agjenci Shtetërore të Kadastrës, e cila dhe ajo për hir të së vërtetës për çdo lloj shërbimi do të kërkojë një taksë në dorë me qëllim që të marrë shërbimin. Në të kundërt nuk e merr atë shërbim nëse nuk paguan rishvet, nuk e merr atë shërbim në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës. Me gjithë reformën që kjo qeveri ka bërë, përsëri akoma nuk është zgjidhur problematika e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe njerëzit kanë nga 30 vjet që kanë marrë një vendim komisioni, nuk e regjistrojnë dot vendimin e komisionit, sepse Agjencia Shtetërore e Kadastrës, dhe pse janë brenda një institucioni, një strukture, një ligji, nuk ja regjistrojnë njëri tjetrit dhe i kanë vënë një barierë në mes që duhet paguash një gjop ti për ta regjistruar, dhe pse vendimin e kishte detyrim vetë Agjencia Shtetërore, pra Agjencia e Kthimit Kompensimit Pronave, merrte një vendim dhe këtë vendim duhet ja jepte vetë drejtarja tjetër, t'ja jepte Agjencisë Kadastrës, e cila ta regjistronte dhe qytetari duhet i vinte në shtëpi certifikata e pronësisë. Kjo nuk bëj. Nuk u bë kjo, atëherë erdhi një kalvar i gjatë që sot shumë pronar nuk marrin dot pronën e tyre. Shumë bilej ju i vidhet prona në mënyrën më mes të ditës me diell, dhe ata pasaj futet gjyqeve, atje në përgjyqje pasaj janë marifetet me gjyqtarin, me prokurorin për falsifikim e dokumentave dhe për to, futet në lojë dhe laboratori kriminalistikës dhe përsëri qytetari që është i ndershëm, ngelet përsëri me gishtë në gojë, nuk e merr pronën sepse ka 100 marifetet ai hajduti, i cili paguan dhe gjyqtari, paguan dhe prokurori, paguan edhe ata ekspertin e kriminalistikës dhe e vjedh pronë dhe pasaj e gjitha i mbledh pasaj do të shkarkoj diku, ashtu siç ka shkarkuar her pas here, ku edhe 2 vëllezër janë vrarë për një vijë ujë, pra për një kanal kullus janë vrarë. Kjo tregon që çështja e pronësisë është një nga plagët më të mëdha në shtetin shqiptar, ku ne kemi gati 30 vjet që rendim gjyqeve për të fituar qytetari pronën e vet dhe për të qenë i dej në pronën e tij, po sot mund të jesh me pronë dhe nesër dhihesh pa pronë sepse ta merr shteti në një mënyrë ose në një tjetër dhe nuk të respekton për atë që të merr. Por të hedh në rrugë dhe nuk do t'ja di se ku do t'jetosh, duke ta prishur dhe pronë, edhe sepse kështu jemi edukuar të 30 vjet, duke e vjedhur pronën e njëri tjetrit dhe duke u fërkuar me njëri tjetrin deri në humbjen e jetëve.